Dallojnë nga njihuni me tre shenjat horoskopit që tërheqin vëmendjen kudo. Tre shenjat të zodiakut duan të jenë në qendër të vëmendjes dhe të shfaqen kudo. Karizma, vetbesimi dhe aura e tyre e pashpjegueshme I dallojnë nga turma. Por kush janë këto tre shenja të zodiakut? Luani. I pari midis tyre është Luani, njohur për nevojën e tij të natyrshme për të qenë në qendër të vëmendjes. Luani as nuk ka nevojë të përpiqet këto ditë, vëmendja I vjen vetvetiu. Energjia e tij është e ngrohtë, ngjitse dhe thjesht e përjetshme. Njerëzit e vënë re për mënyrën se si hynë në një dhomë, por e mbajnë mend për autenticitetin dhe sharmin e tij. Sot Luani rezaton vetbesim, shtesë, gjë që e bën të papërmbajtshëm në situata shoqërore, por edhe shumë bindës në bisedat e biznesit. Peshorja. Menjëherë pas Luanit është Peshorja, shenja që sundon estetikën, harmoninë dhe marrëdhëniet shoqërore. Peshorët e sotme kanë atë diçka, ato ekuilibrojnë në mënyrë të përsosur midis relaksimit dhe elegancës. Stili tyre, gjuha e trupit dhe stili komunikimit lën një përshtypje të fortë. Nëse ka ndonjë që do të marrë një kompliment nga një I panjohur ose do të fillojë një bisedë interesante në radhën e kafes, ai është një peshore. Njerëzit thjesht duan të rinë pranë tyre. Shigjetari. Shenja e tretë që po tërheq vëmendjen është pa diskutim shigjetari. Energjia e tyre është spontane, gëzueshme dhe paksa e pa parashikueshme, pikërisht ajo që tërheq vëmendjen. Shigjetarët duken veçanërisht frymëzues sot, sikur gjithmonë kanë një histori ose ide interesante në mendje. Optimizmi I tyre është ngjitës dhe hapja e tyre krijon një ndjesi lehtësie në komunikim. Në shoqëri janë ata që krijojnë atmosferën dhe lën përshtypje në një personi që është e vështirë të harohet.